atje kemi në kampus, është ndërtu një objekt i fakultetit 3 të bujqësisë dhe veterinës, që nga 2013 ky objekt nuk funksionalizohet për arsye nga më të ndryshme. Këtë objekt janë investu miliona taksapaguzve të Kosovës, edhe situatën ne jemi në këtë gjendje ku nëse nuk arrijmë me funksionalizu objektin e ri të fakultetit bujqësisë edhe të veterinës, atëherë ne do të na mbyllet fakulteti. Keq më pak se sot do të na mbyllet fakulteti. Nuk kemi asnjë mundësi mo me akreditu programet e fakultetit në fjalë, qofse ne nuk e kemi objektin. Ne nuk mundna me zhvillu studimet në rrugë ose në ora atikon. Ne na nevojitet një shtëpi. E fakulteti bujqësisë dhe veterinës nuk ka shtëpi. Miliona taksapaguzëve të Kosovës janë derë që ma shumë se sa një dekadë edhe ky fakultet nuk është duke u funksionalizu. Me këtë rast dua të falenderoj gjitha institucionet e Republikës të Kosovës, duke fillu nga Kryeministria, ministritë e ndryshme, të arsimit, të ekonomisë, të energjetikës e gjitha që janë mobilizu dhe që një kohë na kanë dhënë mbështetjen tonë që ta funksionalizojmë këtë fakultet, objektin e këtij fakulteti. Për momentin student e fakultetin fjalë janë të shpërndarë për fakultete ndryshme edhe nuk kanë shtëpit vetën. Ne kemi arrit në një moment kyç ku funksionalizimi i këtij objekti po pamundsohet nga një kompani KEC e cila e ka uzurpu pronën e Universitetit Prishtinës, siç e shihni ka vendos disa tenda atje dhe pronën e Universitetit Prishtinës është duke e përdorur si depo për materialet e tyre. Çështja është kështu. Pa u zhvendos këto tenda, të cilat janë të vendosura në mënyrë ilegale, pa leje, në tokë të huaj, ne nuk do të na ofrojnë largimin e lartpërçuesve tensionit leal nga afërsia e objektit e me këtë ne edhe nuk do të arrijmë ta funksionalizojmë objektin. Unë sopo ju shpërndova ju një kërkesë zyrtare që e kam bërë qysh me shtat korrekt 2025-s, KEC-it ku ju kërkoj në mënyrë urgjente me largu ato tenda, ato pajisje që të na mundsojnë largimin e telave të lartpërçuesit ndërkombëtar i cili po na pamundson funksionalizimin e objektit në fjalë. Ne na kam mbështet për muri. Në tokën tonë, shtëpinë tonë, ne na kam mbështet për muri. Para 2 dite, si Universitet i Prishtinës, ne kemi dalë me një sqarim publik, i cili është në webfaqe të Universitetit Prishtinës, në të cilin ndër të tjera apelojmë institucionet e Kosovës, si dhe gjithë shoqërinë që të na del krah që mos ta mbyllin fakultetin e bujqësisë dhe veterinës, i cili ka potencialin më të madh edhe me ndihmën dhe zhvillimin ekonomik të vendit. Ne gjitha strategjitë kombëtare për shkencën tregojnë që ne i kemi 2 mundësi shumë të mëdha për me arrit zhvillim ekonomik përmes teknologjisë informative si dhe përmes bujqësisë. Tash ne na kam mbështet për murit që jemi në fazën kritike ku do të na mbyllet fakulteti nëse ne nuk arrijmë ta funksionalizojmë objektin. A kuptoni se sa serioze është gjendja? Ne jemi injoru vazhdimisht në këtë rast nga KEC-i dhe jemi detyru që para 2 vite në një rrugë e cila nuk është rrugë publike, po është pronë e Universitetit Prishtinës, kampusin e bujqësisë, ne me bloku këtyre cënuzve të pronës të Universitetit Prishtinës hyrjen në depon e tyre ilegale. Dhe jemi ku jemi këtu, unë kam konsideru si shumë nevojshme me thirrë këtë konferencë dhe me njoftu publikun e gjerë për gjendjen cila është shkaktu nga cënuzit e pronave të Universitetit Prishtinës, si dhe me paralajmëru edhe me apelu për reflektim dhe zgjidhje të problemit. Let largohen tendat, depot ilegale cilat ne kanë vendosur kampusin e Universitetit Prishtinës.
na mundsohet largimi barkja e lartpërquesve në shtyllën e re, e cila është financuar pashtu nga buxheti i Universitetit të Prishtinës, dhe të gjitha çështjet tjera do të sqarohen procedurat të rregullta. Ne nuk jemi të interesuar që ta tensionojmë situatën. Mirë po, nëse nuk ndodh kjo, ju premtoj publikisht që në fillimin e javës së vjen, ne do të ndërmarrim gjithë hapat se nuk kemi kohë më për të humbur. Do të ndërmarrim gjithë hapat që ti largojmë ato depo ilegale në tokën e Universitetit të Prishtinës dhe me këtë ta hapim rrugën për funksionalizimin e objektit të ri. E hapat do të jenë deri tek do t'ju shkojmë në nder Kecit e do t'i pengojmë ata me hinë shpinë e tyre ku e kanë. Zbashku, une me profesor, me student, do t'ju shkojmë këtu, ku e kanë zyre qendrore dhe do t'ja blokojmë ne derën edhe hyrjen atyre e të shohim se si na qenë ka faktikisht mu pengu në shtëpinë tënde, në punën tënde. Kjo është situata. Nikosisht, dua t'ju njoftoj edhe të apeloj që nuk është vetëm Keci i cili e cënon pronën e Universitetit të Prishtinës. Pronat e Universitetit të Prishtinës kanë qenë për vite, për dekada nën atak dhe të cënuara. Ftoj publikisht të gjithë vllabruesit e pronave të Universitetit të Prishtinës që ti mbledhin kufera që në këtë vikend dhe të largohen nga gjitha pronat e Universitetit të Prishtinës. Përndryshe, ne do t'i dalim zët pronës tonë të Universitetit të Prishtinës. Por kur kemi fjalën tash te kampusi i Fakultetit Bujqësisë, atje ne kemi edhe biznese ndryshme private. Pra, sikur edhe Keci që janë biznese, kompani. Këto vllabruesit, cenuesit e pronave të Universitetit të Prishtinës nuk është që kanë vetëm emër, por kanë edhe numra biznesi. Dhe në këtë rast e ftoj po ashtu publikisht kompanitë që është Lesna dhe Jonamed që të mos presin marrë situatën e njëjtë siç jemi marrë tash me Kecin, që sa po të përfundojmë këtë gjendje emergjente që është shkaktuar nga Keci, ne do të vazhdojmë me lirimin e çdo pllëve të pronës të Universitetit Prishtinës pa përjashtim nga kushdo që e ka cënu apo e ka vllabru atë. Ne i kemi që të gjitha tapit se pronat janë të Universitetit Prishtinës, qofse dikush beson ndrysh, atëherë janë gjykatat edhe institucionet e tjera. Kjo është, këtu i keni faktikisht duke i tregu edhe hapësirat, por jemi të folë për këtu tenda, apo kuptoni çka jenë gjendje me bo. Për këtu tenda, cilat treguhen këtu, ta jenë gjendje me mshil fakultetin. Ta mshilin fakultetin nuk ta lej këtu tenda të Kecit këtu, që e shfrytëzojnë, paka shumë e pa mundsojnë bartjen e tenda, dhe për këtu tenda, ta jenë gjendje me mbyll fakultetin edhe kështu me shkallmu Universitetin e Prishtinës. Nëse është nevoja, ne do të apelojmë dhe do të mobilizohemi jo vetëm profesor në krye me rektorin e student, po do të ftoj krejt shoqërinë që të na del krah, se Universiteti i Prishtinës nuk është vetëm i profesorëve i studentëve të Universitetit të Prishtinës, po është i tërë Kosovës si universiteti më i vjetër, më i madh dhe i rankuar më së miri si universitet në gjuhën shqipe në Ballkan e me këtë edhe në botë. Faleminderit. Kjo është faktikisht pse ju kemi ftuar këtu. Ne kemi edhe dëshmi se që të reguam këtu, për shembull nëse ndalemi, që këtu tenda nga Gjeoportali e nxjerrë, për shembull në vitin tetor 2020 nuk kanë ekzistuar. Po janë ndërtu pas tetorit 2020-s, apo në tetor 2020-s. Është e vërtetë se kompania në fjalë, pra bizneset në fjalë, kur e kanë fillu, kur e kanë privatizuar jetën e gjitha këto, faktikisht ata vetëm e kanë gjetë kështu dhe kanë vazhdu me shfrytëzu pronën. Lidhur me shfrytëzimin e pronave në mënyrë ilegale të Universitetit Prishtinës janë gjykatat edhe janë kontratat që mund do të faturohen që të gjithë. Mirë po në këtë rast, largimi i tendave është emergjent. Kjo nuk e pret edhe një orë të vetme, se pa u largu tendat ne nuk mund të zhvendosim lartpërques,
Pa largimin e lartëpërçuesve ne nuk mund ta funksionalizojmë ndërtesën e re e cila ka kushtuar miliona euro taksa paguesve të Kosovës. Faleminderit shumë. Po këtu I keni faktikisht gjitha këtu dëshmi, këtë çka ju tregojmë këtu ne jemi gatshëm me ndo me ju dhe ju mund të shfrytëzoni për raportimet e juaja dhe edhe ne ju falenderoj sinqerisht për gatishmërinë që jeni orë këtu dhe me informu, sepse po qarkullojnë lloj dezinformatash, shkrim se prunat na qenë kanë në procese gjyqësore, kontestuar, nuk është e vërtet asnjë. Që të gjitha janë të dokumentuara me certifikata pronësisë që janë prunë e Universitetit Prishtinës, mirë po kemi marrë momentin ku është mjaft cënus vllavrus të Universitetit Prishtinës I ftoj ikni nga këtu para se me ju detyru mu largu në ne, e pastaj nikosisht I ftoj edhe organet e rendit që të mirën me ta. Mos bëhen këse nuk e di. Ka dosje të tëra në organet e rendit ku janë denoncu vllavrus e prunave të Universitetit Prishtinës. I ftoj edhe publikisht që të gjitha organet e rendit që ti hetojnë dhe vllavrus e prunave publike këtë rast të Universitetit Prishtinës të dërgojnë atje si ku duhet. Faleminderit shumë. Kolege, apo ju financon lesna a keci? Apo kupton? Kështu që na muna me po pyetje, dëgjoni, hetime për konkurset do pa, mundesh më mjaf detaje. Dëgjoni, desh mos ti përzim temat. Konferenca, a bën të përfundoj ju telefonia. Konferenca e ftuar këtu është enkas për rastin e uzurpimit prunës nga keci, si dhe pengimin duke mos I largu tendat për me na funksionalizu objektin e Fakultetit Bujqësisë, ndërsa po të përfundojmë këtë konferencë, une me mediumin e ju dha përgjigjen gjitha pyetjet që keni. Ne ta tregova arsyeën se jeta sot është për shkak se ka mirë shumë, atëherë durim të përfundojmë në temën, mos kalojmë prej temës. Të përfundojmë. Pyetja asnjë prej kolegëve me për temën. Ku me paragjykon jo nuk pat. A bën? Edhe të jam të shëng ditadore në rektor për ndryshe. Nëse më ka bëjnë që lirisht, unë më vapër nëse kolegët e kanë pyetja e kësaj teme. A javë sot një kafe do uj, a dëne pak mu qetësu pak. Ju shumë e qetë jemi dhe një marë në marë përgjigje. A ka pyetje lidhur me temën cilën e kemi thirrë konferencën? Qofse jo, unë ju falenderoj ju, ndërsa ne tash bisedojmë atëherë me ju. Urna kolege, çka keni ju pyetje? Po këto faktikisht masit kryet prej kësajna. Kështu. Materialet për këtë, faktikisht mundem I pasin gjitha këto edhe eja tash tregoni ju çka keni pyetje. Ju falenderoj shumë edhe shpresoj që nuk do të keni më me raportu në fillim të javës për temën e njëjtë. Po, do të trajtojmë tani temat cilat na qenë kanë këtu, si duket nga disa mediume, cilat bujnë procese gjyqësore, në gjysmë natës, na qenë kanë më të rëndësishme. Urda, disa veçim mediume. Ajo e keni mizën mazveshje se për një? Nuk është çështje e mizën mazveshje, po kam dërguar pyetje për komitetën e rektoratit, nuk keni Që kjo është në më rëndësi e të Unë jam dekani Fakultetit Bujqësisë, mund ka neve na kanë bloku fakultetit. Ato që kam thon, është ato student mos më shkruajnë. Ne kam me rektorin fal. Po mirë, atëherë me rektorin fillonin zyrën e rektorit. Po lidhë thim për çet pyetje. Fakulteti është rrezik. Këtu ka më shumë se sa se këto na kena mediume, mediume, po me rektorin e cakton. Në jashtë zakonshëm. Tash jashtë zakonshëm. Mirë, info unë për e ki edhe shtu që... Kam dërguar rektor direkt... Urna qka ki pyetje? Na kemi sigurur dokumentacion që Prokuria Speciale ka një setime për 32 vende të lira pune në konkurset në UP. A mundesh më jep detaje për çfarë duhet fjalë, çka po do të Jo, nuk mundem se nuk I di detaje. A ki pyetje tjera?
Qysh dhe me full kinezisht. Po, a kam në drejtë mësë me di? A kam drejtën në mësë me di? Jo, në këtë rast e bëjt kjo një kampus që të cilin jo e udhëshe. Jo, uroj Si është e mundur rektor në këtë rast, është në një rasteve që ne kemi mundur, si është e mundur që kandidati njëjtë i cili ka qenë në njërin prej aplikime ka kalu 2 testet dhe testin e fundit se ka kalu i njëjtë është ngritur brenda mujt një pozitë dhe ka mbyll konkursin. Ka qenë kandidat për mu, pra, qysh është e mundur? A e përfundove? Kolege, si shduket jo i dini detajet për rastin konkret, atje dikon dhe në egzistoj ka një kandidat, qysh pas ka kalu teste, une nuk e di atë, edhe kështu që çdo gjë me fund lidhur me këtë intervistë. Unë nuk e di se jam të marrë me çështje shumë më të rëndësishme. A nuk është rëndësishme përkrija speciale me hetu konkursin? Është e rëndësishme, dera e rektoratit nuk është e hapur vetëm për organet drejtësisë, po është edhe për gazetarë, për çdo kënd, edhe kështu ju përshëndes, ju uroj çdo të mirë, kaleni mirë, çdo të mirë.